Tregu i fruta perimeve në Qafhardhi i hapur në pranverën e këtij viti nga Bashkia e Shkodrës ka ende nevojë për përmirësime në disa kushte bazë. Kërkesat vijnë drejt për drejt nga vetë tregtarët ambulant, të cilët kujtojnë se me afrimin e periudhës së dimrit duhen marrë masa të menjëhershme për ta bërë tregun më funksional dhe të përshtatshëm për punë. Një këtu ujë nuk ka hyç, një këtu banja me nërë s'ka hyç. Na jena gra, na jena pleq, na jena tetana. Si mi abon tash, të më rashin, veç mi i gadit vetë. Më rojtjen pej shiut, pej erës, për shembull kërrethimi ishte mirë me kanë plasmaza diçka me rrethuar. Kërkojmë ujë, se nuk ka ujë banjat. Tregtarët kërkojnë që bashkia të ndërhyjë sa më shpejt për instalimin e ujit të pishëm dhe të banjëve publike, duke konsideruar këto si të domosdoshme për një mjedis tregtar. Ky treg u krijua muaj më parë me qëllim lirimin e trotuareve të rrugës kryesore të zonës nga tezgat dhe sistemimin e tregtarëve ambulant në një hapësirë të përqendruar dhe të rregullt. Por ndonse problemi kryesor, vendi dhe organizimi i tregut është zgjidhur, sipas tregtarëve nuk ka arsye për vonesa të mëtejshme në plotësimin e kushteve elementare të higjienës dhe shërbimeve.